në zonën e Prezës kam ardhur për të treguar diçka mjaft interesante. Në fakt, është një vend për kulinarin që vlen të shohësh se çfarë ushqimesh mbajnë zonën e Prezës, e cila është periferia e Tiranës, por unë do t'i tregoj një tjetër pasuri. Jam në kantinën e Nol, që përveç prodhimit verës ka dhe diçka shumë interesante. Jam me Olci, si e? Si kalon, si ke qenë? Ky është restoranti që ka 3 oxhak. Oxhakun e parë atje, oxhakun e dytë këtu që ishte shumë i bukur në fakt. Ky oxhak këtu, po tani me Olcin do ju tregoj një gjë që ajo është vërtet shumë e bukur. Ka oxhakun e tretë që është në këtë drejtim brava me një pamje jashtëzakonshme. Kjo është ndoshta pjesa më e bukur e restorantit. Ka oxhakun e tretë. Oxhakët Olci rrin gjithmonë ndezur? Ndezur gjithmonë. Ndezur gjithmonë. Gjithmonë ndezur. Është shumë shizakonshëm është dhe gjëja më e bukur është që përballë, nëse je i ulur këtu, është pamja e duhet hapet besoj. Hapet. Ja, hapa. Pamja më e bukur që ka restoranti është kalaja e Prezës. Ju në veri hap keni këto? Po, hapen gjitha. Shiveni kalaja e Prezës sipër me gjithë pjesën e orës, me xhamin, me 2 kullat ansore dhe me bedenat. Është fantastike. Dhe shishar pamje, poshtë janë vreshtat që prodhojnë verën. E Nol, po tani do t'ju tregoj pjesën tjetër, thash, nuk po ja tregoj çfarë thesari ka këtu poshtë në kantinë. Olsi, do shkojmë atëherë në kantinë? Po. Mos ta... Po, vazhdo. Kjo është pjesa shumë interesante tani, që Në s'ka gjëse. Po, atëre, kjo është pamja, tha shifshar pamje ka, ecol si përpara. Tani do ju tregoj pjesën tjetër më të bukur, që shkohet... Do ikim poshtë të qilaj. Do ikim poshtë. Shifeni se si është kantina. Sa metra thellë është, Olci? Është gati 10 metra. 10 metra thellë nën tokë. Sa është temperatura këtu zakonisht? 17 gradë. 16-17, nuk ndryshon. 16-17 gradë. Po, se jemi 10 metra nën tokë. Gjatë gjithë vitit 16-17. Po. Këtu janë prodhimet e verës e Nol, por, para se sa t'i shpjegoj ato, shifini fuqit me dru lisi shqiptarësh? Po, kjo është lisi shqiptarë. Se i prodhojnë i punojnë dhe në Shqipëri, e? E kemi gjithë një artizanal. Artizan që? Po, një artizan që i bon. Para se sa të shkoj t'ju tregoj këto, sepse janë interesante, do t'ju tregoj një gjë të rrallë. Olsi ma shpjegon që Olsi ka një thesar që ka fshehur këtu. Është një thesar shumë i çuditshëm. Janë vera kryesisht italiane, franceze, spanjolle të vjetra. Kush është shishja më e vjetër që ke, Olsi? Shishja më e vjetër është një Barolo 37-ës. Barolo e 1937-ës, rezerva. Do me thënë është 88 vjeçare. 88, ka 2 shishe tilla Barolo, ja dhe kjo e 88-ës, përse mos miki kjo. Është shumë interesante sepse... Po se këtu po ju prish. Barolo e 1937-ës, ndërkohë kishe një Gaja, se pash? Është një Gaja. Gaja Nebbiolo, e cila është e vitit? 65. 1965, ka të shkruajtur këtu, 1965, Gaja e 65-ës. Sot të bën Gaja 1000 euro shishja, imagjinoj 65-ës, ndërkohë kishe disa të viteve 20 në mos ka bërë që ishë. Po. Ishin shumë interesante. Kjo është e 23-shit. Ja dhe kjo. Kjo është Monfortino, që është markë shumë e njohur. E 1923-shit, e kohës luftës së dytë botërore, është e pabesueshme kur e sheh. Ndërkohë që është shumë interesant këtu për të parë edhe si kanë lëvizur etiketat. Shiheni çik kjo. Një pomino e vitit 1000. Kjo duhet të jetë 67-ës duhet të jetë. E 62-shit. 1962. Shiheni si kanë qenë etiketat. Është shumë interesante, për shembull, dhe kjo etiket këtu e 58-ës, po Barolo. Shife, 1958.
me rrush. Kanë qenë shumë bukura, po, etiketat. Edhe shishe, dizajni shumë i veçantë. Dizajni shisheve i veçantë, ndërkohë që këtu për shembull pash një Barolo tjetër, janë dy që ishin interesante. Kjo ishte vitit, kjo është 41-shit dhe kjo. Markezi. Kjo është Markezi di Barolo, e 1941-shit. Markezi di Barolo. Sa mund të kushtoj, Olsi, kjo? Unë me sa kam parë të shkon diku te 2500-3000 euro një shishe. 2500-3000 euro kjo shishe e Markezi di Barolo. Po ato të 37-ës? Këto janë ke 4500-5000. 4500-5000. Sepse dohon me sa kam parë në gjithë botën mund të jenë 4-5 të këtyre viteve. 4-5 shishe. Po nuk para gjë. Ndërkohë ky është vëllezrit Luigi Einaudi i vitit 1950. Tani këtu është një thesar se kudo të fusësh duart të del në një shishe e vjetër dhe e rrallë. Unë po i kapja rastësisht edhe çfarë s'ndilte. Shiheni për shembull, kjo është etiketë shumë e bukur e Barolos e vitit 1970 për shembull. Shiheni këtë Brunellon e 72-shit, këtë Markezi Villaboria e 1960 e 1-shit. Është speciale, domethënë është. Po, duket ajo që edhe nga domethënë se ka është version më i kështu, më i veçantë. Edhe ky Barolo që ka shumë e bukur e 62-shit, shiheni. E 62-shit janë etiketa shumë të rralla. Sa kohë është dashur për t'i mbledhur, Olsi? Gati 18 vite. 18 vite. Edhe kjo që nga shumë e bukur do ta nxjerr se mu duket etikete veçantë. Do të themi historisë si e kam nisur. Minuto Barolo 1964. Si e nise? Kam motrën në Itali. Po. Edhe dohon unë kisha marrë një koleksion nga vite, por aty ishte një zotëri që ishte i vjetër në moshë, rreth 90 vjeç. Po. Po nuk ishte fëmijë. Po. Edhe kishte marrë një koleksion verash të vjetra. Edhe? Edhe motra dohon në çdo ditë çonte ushqime, mbante afër e kështu. Edhe i thotë të jap thot disa vera thot para se të vdes, sepse do mi marr kisha pjesën tjetër. Edhe më dha gati rreth 70 shishe. Gati 70 shishe që përbëjmë bazën e asaj. Po sa interesante që nga. Se këtu kam një të bukur fare. Ua, çfarë viti? Këto janë nga 64, 65, janë të gjithë, janë Barolo, janë Barbaresco, Nebbiolo. I pas këtë 4 varietetet. Po, të 4. Edhe kjo më bëri përshtypje, kjo nga rjoja interesante, po më bëri përshtypje dhe ajo aty. Ajo, bravo. Barolo është ajo? Kjo është Chianti. Kjo është Chianti, se Chianti punon zakonisht me këto të kashtës. 1968. Një vit para se sa të lindja unë, 1968, 5 litroshe, fantastike. Ndërkohë tani, po, do ta fusësh në vend se është gjuna. Sa shishe kanë total? Total janë diku të 800 shishe. 800 shishe që janë të vjetra. Një vlerë e rrallë, kurse kjo është Orsola 1970, Barolo, denominazione d'origine controllata, dhe ndërkohë Bordeaux. Mund të jetë më e re, është e re. Kjo është e re. Ndërkohë tani do shkojmë të shohim prodhimet me drulisi të verave që janë të gjithë këto butet janë me verë brenda. Verë brenda. Janë prodhuar në Shqipëri, më the? Po, janë të prodhuar në Shqipëri. Ma jep çika të hajdutit. E dini kush quhet hajduti? Ky. E vjedh verën. E fut këtu, i kap këtë këtu, ja dhe hajduti. Kjo verë cilit vitesh? Kjo është 2023-shit. 2023-shit. Sa shishe prodhonin vit? Diku të 20-25.000 shishe. 20-25.000, që i përdorni gjitha për restorantin tuaj? Gjitha për restorantin tuaj. Edhe pastaj që avin njësë që marrin për shtëpi nga këtu, jo që kemi treg tjetër. E pat çfarë sekreti kishte atje poshtë? Test mbar dhe shtofsh. Faleminderit. Faleminderit juve.